Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike kërkojnë që një kuti e qarkut të Elbasanit të shpallet e pavlefshme për shkak se brenda saj janë gjetur 2 flet votimi, një pa vul dhe një tjetër vetëm me një vul. Sipas tyre, kjo provon fenomenin e trenit bullgar. Të dyja këto flet ishin konsideruar të vlefshme. Në bazë të vendimit të kasit, kutitë e votimit për 2 bashkitë e qarkut të Elbasan, 500 gramsh nuk rivlerësohen, por bën vetëm për llogaritja e gjendjes faktike të numrit të fletëve në kuti me ato të shënuara në proces verbal. Nga forumi i kryeprokurorëve në Tiranë, kreu i SPAK-ut Altin Dumani kërkoi bashkëpunim të shtuar rajonal për të goditur krimin e organizuar. Ky forum është i nevojshëm për të kthyer vëmendjen tek 3 elementë shumë të rëndësishëm të bashkëpunimit ton rajonal, siç janë skuadrat e përbashkëta hetimore dhe operacionet ndërkufitare, hetimet financiare dhe rekuperimi i aseteve, komunikimi i sigurt dhe ndarja e informacioneve inteligjente në kohë reale. Të nderuar kolegë, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është e gjatë, e vështirë dhe ndonjëherë edhe izoluar. Por kur ne veprojmë bashkë, koordinohemi, ndajmë problematika dhe mbështesim njëri tjetrin, ngarkesa lehtësohet dhe impakti është edhe më i madh. Sipas Dumanit, grupet kriminale janë të ndërlidhura e për t'i shpërbërë duhet vepruar me vendosmëri. Kjo do të thotë më shumë hetime të përbashkëta, ndarja më e shpejtë e informacionit, besimi ndërsjellë mes prokurorëve dhe një vizion i qartë se gjeografia nuk e pengon, por e ndihmon partneritetin tonë. Përmes bashkëpunimeve me disa vende të rajonit, ne kemi parë këto rezultate konkrete. Nga i njëjti forum, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, buri theksin të ndjekja e parave me burim aktivitetet e jashtëligjshme, duke kërkuar kalimin e ligjit për ngritjen e një agjencie të posaçme në këtë drejtim. Gjykata e posaçme refuzoi kërkesën e Erion Veliajt për lirim nga paraburgimi dhe që u paraqit gjatë seancës së radhës të informacionit 2 mujor përmes avokatit Kryebashkiaku i Tiranës, i cili nuk ishte i pranishëm pati ofruar edhe garanci pasurore, duke lënë shifrën në çmim të gjykatës. Burime pranë gjykatës bën me dije se në seancën me dyert të mbyllura si veprim të ri hetimor, SPAK-u prezantoi sekuestrimin e apartamentit ngjitur me banesën e bashkëshortëve Veliaj Xoxa te Kodra e Diellit, që dyshohet si pasuri e fshehur e tyre. Ervin Saliani kërkoi lirin me kush në gjykatën e Fierit për mungesë dokumentacioni të plotë. Seanca shtyhet për më 24 qershor. Ish deputeti demokrat u prezantua me avokatin mbrojtës. Me argumentin se ka ezauruar 2/3 e dënimit, Saliani kërkoi lirin. Në burgun e Fierit ndodhet prej shtatorit të kaluar i shpallur fajtor për kallëzim të rrem, lidhur me dosjen Babale, u dënua me 1 vit burg. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Të bllokuar nga sulmet iraniane, 5 shqiptar largohen të sigurt nga Izraeli përmes Egjiptit. Krye diplomati Igli Hasani njoftoi se së shpejti pritet të kthehen në Shqipëri. Hasani sqaroi se largimi dhe kthimi i tyre u mundsua nga ministria që ai drejton nëpërmjet ambasadave në Tel Aviv e Kairo. Izraeli nuk e fsheh se ka seriozisht dhe paremron se udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei mund të përfundojë si Saddam Husseini, referuar liderit të Irakut të kapur dhe ekzekutuar nga amerikanët në fund të 2006-s. Kryeministri izraelit Netanyahu nuk e ka përjashtuar eliminimin e Khameneit. Kleriku i lartë ndodhet në një bunker nën toksor që nga e premtja e kaluar e 13 qershorit dhe janë të Netanyahut fjalët se ai mund të ketë të njëjtin fat si Saddami. Konflikti në lindjen e mesme ka hyrë në ditën e 620, por pjesa më e nxehtë e tij është përplasja Izrael-Iran. Në mbrëmje një sulm izraelit goditi televizionin shtetëror iranian duke shkaktuar disa vdekje. Në përgjigje të paktën 20 raketa iraniane goditën Izraelin gjatë natës. Shpërthime të forta u dëgjuan në Tel Aviv dhe Jeruzalem. Ushtria izraelite njoftoi se ka vrarë generalin iranian Ali Shadmani vetëm 4 ditë pas emërimit si kreu i selisë qendrore të Qatam al-Anbiya, Komandës së Bashkuar të Forcave të Armatosura Iraniane që koordinon operacionet e përbashkëta ushtarake. Izraeli ka dhënë një goditje të fortë Republikës Islamike duke neutralizuar figura kyçe ushtarake e politike si dhe shkencëtar. Ndërkohë rrjeti televiziv CNN raporton se inteligjenca amerikane beson se Teherani nuk po ndishte në mënyrë aktive ndërtimin e një arme bërthamore përpara se Izraeli të niste sulmin masiv ndaj Iranit 4 ditë më parë. Në një tjetër zhvillim, 51 palestinez u vranë në një sulm izraelit në Gaza pranë një pike shpërndarje të ndihmës humanitare. Bilancin e njoftuan zyrtarët e shëndetësisë në ripin administruar nga grupi radikal palestinez Hamas.
Nga lindja e mesme të lufta në Ukrainë, ku gjatë natës forcat ruse sulmuan Kievin me një seri bombardimesh në qytete që shkaktuan të paktën 15 vdekje. Shërbimi i inteligjencës së jashtme ruse ka akuzuar Britaninë e Madhe për përfshirje në planifikimin dhe mbështetjen operative të atyre që i quan sulme terroriste në tokën ruse, të kryera nga agentë të inteligjencës ukrainase. Lajmi nga rajoni. Deputetët sërish dështuan të konstituojnë Kuvendin e Kosovës, teksa bën thirrje për formimin e institucioneve mes ndryshimeve gjeopolitike në botë dhe deklaratës së presidentit Trump për raportet mes Kosovës e Serbisë. Mimoza Kusari Lila nga lëvizja Vetvendosje tha se ajo deklarat po keq përdoret nga forcat brenda për çështje politike. 2 ditë më parë, Trump shkroi në Truth Social se në mandatin e parë presidencial Kosova dhe Serbia po shkonin drejt përplasjes së ashpër se ishte gati shpërthimi një lufte, por shtoi se e ndaloi. Ndërkaq akuzoi pasardhësin Joe Biden se dëmtoi perspektivën afatgjat, me disa vendime shumë të pakuptimta dhe sa ai do ta rregullojë sërish. Sport. Egnatia do të luajë me kampionët e Islandës, Breiðablik, në turin e parë kualifikues të Champions League-s. Në Nyon të Zvicrës sot u hodh shorti për raundin e parë kualifikues në Ligën e Kampionëve, ku Egnatia do të presë në shtëpi islandezët e Breiðablik. Sipas programit, ndeshjet e para do të luhen në datat 8 dhe 9 korrik, ndërsa ato të kthimit më 15 dhe 16 korrik. Egnatia pritet që të zhvillojë ndeshjen e parë në shtëpi në Rogozhinë, më pas do të udhëtojë në Island. Parashikimi i motit. Për sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Deri pas ditë vonë, moti do të vijojë me alternime vranësira që në relivet kodinore malore të vendit herahërës janë deri të dendura, shoqëruar me rreshje shiu. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erisilda Dogo. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.